Në një atmosferë të ngrohtë dhe plot emocion artistik, salla Pallatit të Kulturës në Lezhë u mbush mbrëmjen e së hënës me ardashës, prindër, mësues dhe figura të njohura të jetës kulturore dhe institucionale për të ndjekur koncertin e parë recital të violinistes së re Melisa Figuri. Pasi përshëndeti publikun që admiroi recitalin e saj, Melisa Figuri nuk i fsheu emocionet e përjetuara, duke shprehur bindjen e saj se ka zgjedhur që rrugtimi do të jetë bashkë me violinën. Koncert normalisht janë dhënë pjesë nga kompozitorë të ndryshëm ndërkombëtar, cilët janë shumë të njohur dhe për gjithë publikun. Dhe unë mendoj që kam dhënë maksimumin tim dhe shpresoj shumë që të kem shkuar në zemrat e atyre që e duan muzikën dhe gjithashtu shpresoj që t'i kem kënaq. Publiku e priti me ovacione dhe duar trokitje këtë talente të re, duke i dhënë asaj mbështetje dhe motivim për rrugtimin e saj artistik, ndërsa vlerësim maksimal dha dhe kryebashkiaku i Lezhës Piri Ndreu. Nuk ngjelet asgjë tjetër veç se ta uroj, t'i uroj fan, t'i uroj një talent me të ndritur, t'i uroj që mos i shkoj mundi i dëm. Orkestra revitalizoi nuk do kishte harë kot nëse do ishte një vajzë jo e talentuar, po ajo është e konfirmuar. Dhe jam i bindur se shpejt do ta shikojmë në shtete të tjera, në majat e tjera. E veçanta herës parë të Melisës ishte koncerti i saj recitali i parë, por dhe ardhja së pari e orkestrës së Radio Televizionit Shqiptar këtu në Lezhë. Është me të vërtet një talent dhe jam i sigurt që kjo do të arrijë majat shumë të larta. Dhe presh dhe jam i lumtur dhe uroj që të ketë shumë talente të tilla që t'i japin zhë dhe qytetet të tjerë. Dirigjenti Gridi Kraja u shpreh surprizuar për gjithçka që gjeti në Lezhë, ashtu si dhe për performancën e violinistes, që mbushi një sallë me ardashës për meslues virtuoze në violinë. Kisha ardhur një herë dhe ishte vërtet shumë bukur, publiku ishte shumë i dashur dhe ç'është më e rëndësishme, luajtëm me një soliste që ishte Melisa, që është një soliste që premton shumë, është goxha e re dhe luan violinë në mënyrë shkëlqyer dhe për ne gjithë ishte kënaqësi shumë e madhe. Koncerti recitali violinistes Melisa Figuri zgjati rreth 60 minuta duke lluar mjaft emocione tek publiku, i cili e ndoqi me mjaft vëmendje.